A falet zinaja? Immoraliteti është një ndër mëkatet më të mëdha, Zoti na ruaj. Allahu i lartësuar thot në Kur'an: "Wala taqrabu zina", dhe mos ju afroni immoralitetit. Immoralet kanë një dënim të kobshëm ditën e gjykimit. Allahu na ruaj. Shkatron veten, familjen, shoqërinë, sjell fukarallëk. Madje disa prej dietarëve thonë është si borxh, Zoti na ruaj. Dhe besimtari nuk duhet pra ta mendoj, pra duhet mundohet t'i largohet edhe mendimeve, e jo më ta bëj pra atë vepër të turpshme. Allahu na ruaj. Dhe nëse dikush mashtrohet, e mashtron shejtani, thot hajtë se pendohesh, kush ta siguron ty se do të kesh jetë derisa të pendohesh? Ka pas shumë njerëz që kanë thënë kështu, edhe nuk u është mundësuar të pendohen. Prandaj, robi duhet t'i largohet immoralitetit. E nëse ka ndodh që dikush ka rënë në atë mëkat, pendohu tek Zoti i gjithësisë. Kthehu, reflekto dhe urreje kthimin në atë mëkat. Dhe të keqen pasoje me të mirë. Allahu i lartësuar i do ata që pendohen. Zoti i gjithësisë fal dhe mëshiron.